Mikelian Toma, 32 vjeç dhe David Simoni, 34 vjeç, të arrestuar mbrëmjen e së mërkurës në Shkodër në ndjekje nga policia, dyshohet se ishin nisur për të vendosur një sasi tritoli, por u pikasën nga policia. Motocikleta e tyre u pa në mënyrë rastësore në një prej rrugëve të lagjes Xhabie, në të cilën po lëviznin dy persona me skafandra. Në pamje të parë, bluve u zhdukur e dyshimt dhe i kanë bërë shenjë të ndalojë, moment kur drejtuesi i saj i ka dhënë me shumë shpejtësi për t'u larguar. Policia i është vënë nga pas nëpër rrugica dhe pas 20 minutash ndjekje, efektivët kanë mundur të ndalojnë dhe të arrestojnë dy personat, Mikelian Toma, drejtuesi i motocikletës, dhe David Simoni, pasagjer. Ndalimi i tyre është bërë pranë varrezave të dëshmorëve, moment kur motocikleta është përplasur në tentativë për t'u arratisur. Nga verifikimi i bluve, rezultoi se targa e saj ishte e vjedhur dhe me numër shasie të ndryshuar. Pavarësisht se dyshimet e grupit hetimor janë se dy të rinj ishin nisur për vendosje tritoli, të cilin dyshohet se e kanë hedhur gjatë kohës që kanë qenë në ndjekje nga policia, lënda plasëse nuk është gjetur. Toma dhe Simoni nuk kanë deklaruar asgjë në seancën e marrjes në pyetje, duke mos u treguar bashkëpunëtor. Nuk dihet kush ka qenë shenjëser e tyre, ndërsa hetimet në vijim pritet të zbardhin detaje më të plota. Plani i të dyve hedh dyshime edhe pas kontrollit të dy makinave të tyre, në cilat u gjetën një bidon me benzinë, një silenciator dhe pak lëndë narkotike kokainë.